E kemi sonte me neve trajnerin Driton Kuka. Trajner, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit që je pjesë e këtij emisioni, trajner, është kënaqësi për neve. Faleminderit, është kënaqësi edhe për mua të jem mysafiri juaj në një emision të ri me gazetar që njohin jashtëzakonisht mirë sportin. Faleminderit shumë. Dashta me fillu fillimisht bisedën me ty me kampin stërvitor në Benidorm të Spanjës. Se keni udhëhequr ekipin atje. Deshta me ditë çfarë rëndësie ka si grumbullim për juve për garuesit përgjithësi? Po ishte një kamp stërvitor i cili është në vazhdën e kampeve që të organizon Federata Evropiane e Judos. I thrasin kampe olimpike, normalisht i shërbejnë më shumë shteteve evropiane për mu përgatit për ciklin e ri olimpik. Ishim me ekipin e plot atje, me disa që janë, mund të themi, potencial për lojrat olimpike në Los Angeles, por edhe me disa tjerë të rinj të cilët ndoshta dal nga dal do të fillojnë të ndëgjohen në arenën ndërkombëtare. Kampi ishte jashtëzakonisht i fritshëm, kemi punuar ato për çka dhe kemi shkuar atje që të kemi sparing cilësor. Me të vërtet ka qenë një atmosferë mirë e punës, edhe po shpresoj që Distria Akidi dhe laurat cilët janë pjesëmarrës në kampionatin botror tash për 2 javë, ta kenë një performancë të mire, po besoj që edhe prej atje të kthehemi me sukses, pse jo edhe me medalje. Duhet me ta zgjat dorën trajner pasi edhe në Spanjë sportistët përgjithësi ka Kosova kanë pas të lashe her pas here me prezencën e tyre në Spanjë. Çu keni kalu ju si ekip gjatë asaj periudhe? Po realisht Federata e Judo Spanjolle ka një respekt veçantë për ekipin tonë, them drejtën, ata janë shumë mirënjohës pse na kemi shku atje, ndërsa sa i përket politikës shtetërore është kapitull në veti, domethënë nuk është që kësaj radhe kemi pas ndonjë problem të asaj natyre, me qenë se kampi nuk e ka ndonjë mbulim të madh medial në Spanjë, mirë po kemi pas raste që edhe ngara ndryshme të marrin pjesë në Spanjë, nuk janë gjithashtu dashamirë të pavarësisë Kosovës, por ka ndodhur që edhe atje kemi arrit të fitojmë medale të arta edhe të intonohet hymni i shtetit tonë dhe me simbolet tona shtetërore. Mirë kemi kaluar, nuk kemi pas problemet kësaj natyre. Përveç që e keni bërë botën që ta njoh Kosovën, të njoh judistët tonë, e keni shëndruar edhe pe në një farë mini qendre të shteteve të forta. Këto ditë me sa e pashë keni pas ekipe nga Suedia, Japonia, Porto Rico, edhe për herë të parë edhe nga Bosnia. Po, është me rëndësi që pikërisht për shkak të heqjes vizave, kemi pas një ekip prej Bosnës i cili sot edhe po kompletohet, kanë ardhur edhe 4 garues tjerë, do të thotë i kemi 8 garues nga Bosnia, nga Porto Rico, kemi një garuese të jashtëzakonshme nga Suedia, është fituesja e vetme e një medaljes olimpike për Suedin prej që ekziston sporti judos atje, do të thotë një vajzë e cila vitin e kaluar ka fituar medalje dhe ka zgjedh Kosovën të përgatitet për kampionatin botror. Kemi 2 garuese japoneze, ndërsa në fund kësaj jave është me rëndësi të potencohet që të na vijë një delegacion gjerman me një ekip cilësor të garuesve të rinj, por është me rëndësi që do ta kemi edhe kryetarin e një qytetit Potsdamit në Kosovë, do ta kemi drejtorin e qendrës olimpike atje, me insistimin tim kom kërkuar që ai të jetë pjesë e këtij delegacioni, duke marrë parasysh që kanë eksperjenca të jashtëzakonshme të gërshetimit në mes të sistemit arsimor dhe garuesve potencial me nivel të lartë, po besoj që në të ardhmen do duhej që shteti ynë të mendojë në këtë drejtim, sepse me të vërtetë po kemi kohë pas kohe të lashe me sistemin arsimor, do të thotë me procesin mësimor, garues cilët janë në nivel të lartë kanë të lashe me mungesa të shumta, mandej kjo po ju shkakton edhe, me thonë, kokçarja dhe profesorëve, po edhe nxënësve që të arrijnë me sukses të përfundojnë vitin shkollor, ndoshta një metodë, ndoshta një sistem i tillë çfarë e ka Gjermania do të na shërbente që sportistët tanë të kenë mundësi që edhe të përfundojnë shkollën, por njëkohësisht edhe mos i humbim talentet e shumt për shkak të sistemit, domethënë i cili është aktual në procesin mësimor.
Më një farë forme tash kjo ju pengon juve, se nuk e kemi ende konstituimin e kuvendit, nuk e kemi ende qeverin, për pas kësaj ju nevojitet plus ndihma në organizimin e këtyre grumbullimeve, besoj. Po faktikisht kisha bo apel gjithë delegatëve të kuvendit që është koha e fundit me të vërtet që të gjenë një kompromis të ecin përpara, sepse shumë procese do të ngecin, mande kemi edhe organizimin e lojrave mesdhetare, i cili nuk pret, me qenë se duhet punuar shumë në infrastrukturën e sportit për të përgatitur, edhe po besoj që do të gjenë gjuhë përbashkë, ndoshta këtë javë, në mënyrë që me të vërtet jo vetëm sporti, por i gjithë vendi ka nevojë që të kemi kuvendin e formuar e mandej edhe të formohet edhe qeveria, sepse kështu po ngecim në gjitha drejtimet. Po uroj që arrin me ndëgju këto fjalë për një njeri që ka kontribuar zakonisht shumë për shtetin e Kosovës. Po kalojmë pak me një temë tjetër. Më ka bërë përshtypje pllaka e Parisit që ju ka dorëzuar juve. Ç'ishin ndin ato momente? Po është një ceremoni e veçantë që organizon Federata Evropiane e Judos për trajnerët që përfaqësojnë, them kështu, shtetet evropiane karshi kontinenteve tjera. Edhe është një ndjenje veçantë sepse gjithmonë Kosova tash e 3 olimpiada është një ndër kontribuesit më të mëdhej në Federatën Evropiane e Judos me medale, e sidomos pas Tokios, kështu që ajo pllak me të vërtet për mu është një mirënjohje e punës time si trener, por mirënjohje edhe për nxënësit e mi, cilët tash ndoshta 14-15 vite po fitojnë gjithmonë vit pas viti medale elitare, e kemi një të tillë edhe si vjet titulli kampiones evropiane i distrisë, edhe pse pak kështu kam bërë ndoshta i marginalizuar, sepse kur po vinë sukseset prej Judos, po duket sikur diçka e zakonshme, por titulli i kampionit evropian është rezultati i jashtëzakonshëm. Ndjenje veçantë ka qenë ajo mirënjohje edhe për mua edhe për dy garuset, edhe pse Laura s'ka qenë aty prezent për shkak të një lëndimi, por për mua si trener, ndërsa për Distrinë dhe Laurën si garuse, pllaka e Parisit është mirënjohje për ciklin e kaluar 4 vjeçar olimpik. Vlerësimi normal ka qenë edhe më herët nga Federata Evropiane, keni pasur kontakte të vazhdueshme edhe keni pas kontaktet e shnosha shumë herët, plus tash edhe Agroni është pjesë e Federatës Evropiane të Judos, Agron Kuka, njëkohësisht vllai dhe kreu i Federatës Judos Kosovës. Dhe kjo natyrisht për ata që e përcjellin sportin e judos i din shumë mirë raportet. Deshta më dal pak te Distria, një medalje larg rezultatit më i lindës sa i përket titujve evropian. A është Distria drejt asaj rruge? Po unë po besoj që Distria në këtë cikël olimpik realisht është për momentin judistja më e mirë në Evropë, edhe dihet që evropiani në judo mbahet çdo vit, kështu që besoj shumë që ajo do të stëliset edhe me medaljen e 4, pse jo edhe më shumë të artë në kampionatet evropiane. Nuk është që ne kemi ndonjë rivalitet theksuar kështu në mes sportistëve tona, por gjithsesi kjo do të ishte me të vërtet e arritur e madhe, sepse deri tash Majlinda i ka 4 tituj evropian, Distria 3, Akili 2, Nora 1, këta janë ata cilët kanë fituar medale të arta, ndërsa medale të argjenta e bronzta me të vërtet e kemi një numër jashtëzakonisht madh, që nëse s'gaboj e kalon edhe 30-shin. Një ekip i jashtëzakonshëm, tash thënë drejtën, po pres që trenerët në ekipin ton të vazhdojnë me këtë kontinuitet medale dhe me gjeneratat e tjera. Na nga jashtë trajner e shohim rezultatin, e shohim betejat, e shohim luftat e tyre, por çush është brenda me menaxhu një ekip kampionësh si këta? Them drejtën, është sfidë e jashtëzakonshme, sepse dihet që sakrifica këtyre trinjve për të arritur rezultate kulminante kalon përtej asaj çka këta duhet me jep në stërvitje, është sakrificë sepse një pjesë e rëndësishme e jetës tyre kalon me stërvitje, kalon me sakrifica sublime, aq shumë sa që ndonjëherë edhe jeta e tyre private jashtëzakonisht është e limituar, e dihet që në moshën rinore çdo i ri pretendon edhe ka dëshirë që të shijoj vitet më të mira të jetës, kështu që
pikrisht këto janë ato problemet cilat qeni trener i bën jashtëzakonisht vështira, nuk është vetëm procesi stërvitor, është edhe shkollimi, është edhe jeta private, është edhe gjithçka që e bën jashtëzakonisht vështirë këtë rrugtim, por të tilla janë sfidat e nivelit lartë kampionëve. Disi ja dalim, gjithmonë treneri luan edhe role tjera për të pasur një performancë të mirë në gara. Një sfidë e vështirë që po e shoh që vit pas viti po bëhet pak më e vështirë dhe më e rëndë për mua si trener me menaxhu, por deri më tash po funksionon mirë, por shpresoj që edhe ndonjë vit të jem këtu në kryet e ekipit edhe të kemi edhe rezultate tutje. Njëtën që urojmë edhe na. Me Majlindën e ke nis këtë farë rrugtimin e sukseseve. Majlinda tash trajnere. Si është Majlinda si trajnere? Ne tash po bashkëpunojmë jashtëzakonisht mirë me Majlindën, me Fatosin, kemi edhe trener të grup moshave tjera. Tash në kuadër të projektit Supersportisti kemi pas një brazilian, por i cili nuk ka qëndru shumë gjatë në Kosovë. Majlinda si trenere është e përkushtuar, punon shumë seriozisht, por është një punë jashtëzakonisht e vështirë, një punë e cila kërkon, siç e thash më herët, jo vetëm anën profesionale, por edhe për me ndërtu një mozaik ton të problemeve, mund të them, cilat i ka sportisti gjatë rrugtimit. Ndoshta në atë pjesë Majlinda pak e ka më vështirë, sepse si vajzë ndoshta është më problematike me ndërtu një autoritet çfarë duhet në nivelet e larta, por unë po besoj që ditë pas ditësh, vit pas viti, ajo do të ndërtohet si trener edhe një ditë ndoshta edhe pa ndihmën time të arrijë të prek majat olimpike, botërore, evropiane me sportistët e saj. Nuk moj me të lëmë pa të pyet, a i mungon aktiviteti, a i mungon judo Majlindës? Po, unë po mendoj që problemi i përfundimit karrierës është shumë i rëndë. Do më thonë është diçka që kur nuk klen rahat. Them drejtën, unë e kom përfundu karrierën si 19 vjeçar dhe ndoshta kam ndru edhe 20 vjet pas asaj kohës kur unë e kom përfundu karrierën që ndoshta një ditë prap do të kthehem, kështu që sfida më e vështira definitivisht për një sportist është pas përfundimit karrierës, pikrisht për këtë arsye dhe shumë shtete bëjnë programe të veçanta për ndërtimin e asaj rrugtimit pas përfundimit karrierës për një jetë tjetër, sepse ajo adrenalina që sportistët e kanë gjatë karrierës është diçka që është vështirë me e përjetu në diçka tjetër, kështu që ajo gjithmonë ka më u mungu. Është diçka e pazavendësueshme. Edhe krejt në fund toni, për mos me të mbajt më gjatë, çfarë plane keni për këtë vit? Cilat janë planet, cilat janë targetet për këtë vit kalendarik? Post botërori që kemi tash për 2 javë, ku shpresojmë që të prezantohemi mirë, pse jo edhe me medale, kemi një garë që do ta mbajmë në Pejnë muajin shtator, është kampionati ballkanik për të rritur, që është me rëndësi për neve si organizator, por edhe promovimi i sportit judos në vendin tonë. E normalisht çoku i këtij viti është që shohim ndoshta dikush prej gjeneratave të reja të fillon të prek medale serioze, siç në kampionati evropian, lojrat olimpike evropiane për të rinj e kështu me radhë. E thash më herët që po punojmë jashtëzakonisht shumë që ta ndërtojmë një gjenerat të re, në mënyrë që tash këta që dal nga dal veç po shkojnë ka përfundimi i karrierës, ta kenë një zavendësim denj, do të jetë shumë vështirë që të zavendësohet Majlinda, Nora, Distria, Akili. Laura besoj që ajo do të vazhdoj tutje sepse është ende re, por këta 4 që bashkë me Lorianën 5 që e madhe më thonë, shpresoj shumë që do të arrijmë të zavendësojmë me sportista tjetër. Toni, faleminderit shumë për kohën, shpresoj që herën e ardhshme kemi me u taku live në studion e Radio Dugaxhinit. Të falenderoj për kohën që e ke nda për neve, di që je mjaft i zënë, mjaft aktiv, vazhdimisht me angazhime, po të falenderoj shumë për kohën që gjete me qenë pjesë e Radio Dugaxhinit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, punë të mbarë, të suksesshme, që nuk dyshoj që do të kesh sukses kur gjithmonë në punën në profesionalizmin tonë. Patjetër që do të shihemi edhe në studion e Radio Dugaxhinit dhe do të zhvillojmë bisedë live, më thonë se drejt për drejt me ndëgjuesit edhe shikuesit e Radio Televizionit Dugaxhinit.